Ky emision mundësohet nga Podravka. Mirë mbrëma shikues të dashur të Klan Kosovës, mirë se po takohemi edhe në një epizod tjetër të emisionit Pasion e Profesion. Edhe sonte si çdo herë tjetër, do ju sjellim një emision plot shije, traditë dhe atmosferë të veçantë në kuadër të sofrës së Prishtinës. Do të udhëtojmë së bashku përmes storieve inspiruese nga agroturizmi që kemi vizituar këtë herë dhe do të zbulojmë receta të veçanta dhe mbi të gjitha do ta zhvillojmë një bisedë tepër të këndshme me mysafirët tanë të cilët ndajnë mes vete një pasion tepër interesant. E në studio, si gjithmonë, kemi dy super kuzhinjerë. Dua ta filloj me të ftuarën e parë që po besoj që keni arritur ta shihni në çdo emision të Pasion e Profesion, por në recetat tringëllishës, tek recetat e ëmbla. Këtu bashkë me mua është Tringa Berisha Shabani. Tringa, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Është shumë kënaqësi me të pa këtu në studio, sepse jemi mësuar me të pa gjithmonë me ato recetat e ëmbla, por tash kemi diçka ndryshe. Ndryshe, edhe një pjesë tjetër e imja. Edhe një pjesë tjetër e jotja që di ta bësh shumë mirë. Po do na tregosh ndoshta gjatë këtij emisioni rreth krejt rrugtimit, rreth si ke filluar me recetat e ëmbla tek ne dhe do bisedojmë shumë çka këtu në studion e Pasion e Profesion. Me kënaqësi. Dhe e kemi Liridon Thaqin, të cilin mos kom nevojë me prezentu po besoj, sepse tashmë e njeni, i cili vjen shumë shpesh në Pasion e Profesion. Liridon, mirë se erdhe edhe këtë herë. Mirë se gjeta. Është kënaqësi shumë e madhe të kemi këtu në studio, përsëri, edhe është kënaqësi edhe më e madhe të shijojmë përsëri ushqimet, pjatat tua fantastike që i përgatit. Shumë faleminderit. Çka ke vendosur sot me bu për neve? Sot kena me bo, domethënë, hell në Mishtoviqit dhe me perimet stines. Me zgo pres me problem. Gjithçka po duket që e ki kështu gati, apo jo? Pak ka do procese dhe në rrim. Çfarë procese? Sa zgjat kjo recetë? Dikon 12 minuta, 13 minuta kështu. Komplet. Komplet me do se në shtesë që i bujmë ma përpore. Në rregull. E unë dua të falenderoj shumë Podravkën, e cila mundson çdo herë realizimin e emisionit Pasion e Profesion. Tringa, çka ke vendosur sot me përgatit për ne këtu në studio? Unë për 19 minuta. Takos me kakaleca, kam e përgatit, është një recetë që përgatitet shpejt, edhe mund ta kesh gati pas punës kështu shumë shpejt. Bëhet edhe e lezetshme edhe e mirë. Ne s'po pres me provu. Jam shumë kurioze me i degustu të dy pjatat, këtu bashkë me ju, edhe me mysafirët tonë që kanë me ardhur, po besoj që edhe atyre kanë më pëlqyer shumë këto pjata. Po shpresoj. E është koha që t'rregoj për Premium Bakery. Premium Bakery e gjeni pothuajse në çdo lagje, tashmë kanë hapur edhe një pikë të re, ku mund t'i gjeni të gjitha produktet e tyre dhe gjithashtu produktet shumë të shishme. E mos harroj t'ju tregoj që me këto bukët, të cilat piqen vetëm për 8 minuta, mund të bëni shumë çka. Nga sandviç që janë më të komplikuar, deri tek ata sandviçet që janë më të thjeshtë, për shpejt, për 8 minuta të Premium Bakery jo të furagjis. E ne mundemi së bashku të ndjekim edhe një material ku Liridoni që e kemi këtu në studio, përgatit diçka nga Premium Bakery dhe rikthehemi menjëherë këtu në studion e Pasion e Profesion.
vetëm pas blokut të parë të marketingut, këtu në studion e Pasion e Profesion dhe të shohim se si po shkon procesi i përgatitjes së këtyre pjatave dhe gjithashtu pak më vonë do I kemi mysafir edhe këtu në studio. E shikues të dashur, u rikthyem në studion e Pasionit e tash është koha t'ju tregoj që me atë bukën e nxehtë që ju përmenda pak më herët, mund ta lyeni me pashtetën nga Podravka. Pra është një pashtet shumë e shishme, por gjithashtu është pa vaj palme, pa konzervanse të shtuara, pa aromë, por edhe është vetëm mishi I cili është pra pa eshtra. Është I ndarë mekanikisht nga eshtrat. Është shumë e shishme, po ju premtoj. Tringa, qysh po të shkojnë? Mirë, tash po filloj me përgatitjen. Tringa, klasi pak për jetën tënde, si ka fillu gjithçka me ushqimin. Je nën, normalisht që tashmë edhe si çdo nën tjetër përgatit çdo herë në shtëpi, por ti I bën ushqimet e shishme. Po, jam nën e 2 vajzave, edhe problemi është që ato nuk dojnë me hangër jashtë, që çdo herë unë do të me përgatit, edhe nëse u hajmë jashtë, gjithmonë kthehemi jo se ti po e bën më e mirë, nuk e di është mira keq kjo, po unë kënaqem kur I shoh ato që po hajnë prej durve të mia dhe di që çka unë ju jap. Po, gjithashtu ti një adhuruese shumë e madhe e ushqimit, ndoshta mundesh më na tregu pak për ushqimin tënd të preferuar, kështu. Jo me përgatit, pastaj na tregon ndoshta me përgatit. Po, unë I pëlqej shumë ushqimet aziatike, më pëlqejnë, po edhe ato tradicionale, kështu I përshtati kështu me kohën moderne me produkte tash që I kemi. Po gjellën që mas shumë të e pëlqejnë shpe fëmijët e mi është gjella me patate, edhe ajo është shumë e shpejt, kështu që e di që ajo nuk dështon dhe e hajnë të gjithë. E shpejt, e shishme edhe shëndetshme. Gjitha. Po, a mundesh me na tregu se kur ka fillu ndoshta Tringa me përgatit për herë të parë? Shumë herët, prej moshës 12 vjetë, mami ka punu shumë herët edhe më kalon kështu një letër, një recet, mere këtë bëja kështu, kështu që unë e kam përcjell letrën edhe e kom përgatit ushqimin, kështu që me ndihmu dhe me hangër. Për atë arsye Tringa përgatit kaq mirë. A duhet diçka këto, apo të mungon diçka? Pasatën nga Podravka e ke, erza tjera nga Podravka e ke? Po, një herë është mirë, I kam gjitha, kështu që Po po diçka vazhdoj. takos po I mungon. Po, Tash ta me sjellun lesa. një erz e cila është taman për takos, veç derisa ta gjejun. E gjeta. Nga Podravka, përveç vegetës edhe të gjitha erzave tjera, të cilat I kanë shumë të shishme normalisht, kemi diçka edhe nga Meksika. Por në Tringa, Do tha përdori këta. kiri dënë që shpo të shkanë. Super. Që ka shku kjo javë, që ke pas javën? Që ka ke Mirë. përgatit ma shumë? Cila ka qenë ndoshta ajo receta që e ke përgatit ma me qef këtë javë? Ma me qef, Po. me nxese të kina pos kështu adin fuqishëm, edhe kina punu ma shumë me nxese, Po. sa në healthy, kështu, diçka. Se ma shumë punej paradite, që ato. Kështu që dëbjan ma shumë ka mëngjeset dhe ka ushqimet ma Po. qeta. Edhe nga sendviqat, si sendviqat e tu. Kemi provu edhe në shpe, kemi bo. E shikues dashur, tani juftojmë të ndjekim një storje të veçantë nga agroturizmi Oda e Hasanbeut, të cilin duhet patjetër me e vizitu. E ndjekim materialin në vazhdim për t'i zbuluar të gjitha detajet dhe rikthehemi vetëm pas pak në studion e Pasionit.
do ashtu të emisionit Pasion e Profesion, edhe sot jemi në një tjetër vend, si që një mësuar gjithmonë, do vizitojmë vendet të ndryshme edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. E sot jemi tek fshati Toq, i Tepelenës. E këtu bashkë me mua jemi edhe me pronarin e restorantit Oda Hasanbeut, ku do na tregoj më shumë rreth këtij vendi, rreth historisë. Mirë se u gjetëm, vajnderi shumë për pritjen. Faleminderit. Kënaqësi shumë e madhe që jemi këtu në këtë vend kaq të bukur. Faleminderit dhe ne kënaqësi që na zgjodhët neve. Dhe siç po flisim. Po, do flasim pak për Odën e Hasanbeut. Ndoshta më na tregu fillimisht se si keni vendosur që të hapni këtë vend dhe ndoshta edhe pak për emrin Oda Hasanbeut. Pse Oda Hasanbeut? U kthyem nga emigrimi në 2007, vendosëm të investonim këtu në fshatin ton, në tokën tonë, tokën e të parëve tanë. Dhe Oda ka qenë stërgjyshit, ka qenë, ne jemi familje madhe që jemi njohur këtu në zonë, dhe Oda si dihet në Shqip është një thallë, një mikpritje, një dhomë e madhe siç e keni dhe juve, si e kemi gjithë bashkë juve, neve njësoj jemi. Dhe vendosëm emrin në Oda Hasanbeut ka qenë para arsion, dhe vendosëm Oda Hasanbeut. Si ka ndryshuar nga fillimi deri tash? Po, sepse keni sa vite këtu. Ne kemi 19 vjetë, kemi punuar, kemi filluar në 2007 me punë, me lodhje, me... Cila ka qenë sfida më e madhe gjatë kësaj periudhe? Po ka qenë fillimi, se ne kemi ardhur nga Tirana, kemi ardhur në fshat. Ishim fshat, ikim Tiranë, edhe përsëri nga Tirana në fshat, edhe gjithë thoshin të çmendur që po kthehen në fshat. Ky ishte fillimi që ishte i vështirë, pastaj me punë ja arritëm. Por jo përsëri se keni harruar Tiranën. Po nuk harrojmë se kemi ndërtuar auto tjetër aty në Mullet. Keni tjetrën aty. Edhe një tjetër në Gjermani. Në Gjermani. Me të njëjtin emër. Po me të njëjtin emër. S'keni dashur me ndrua. Po tysh edhe Lizeti, mos humbasi origjina. Po patjetër. Ndoshta të flasim pak edhe për ushqimin që është këtu, edhe për gjërat e tjera, shkojmë edhe e shijojmë pak ushqimin e Odës Hasanbeut. Faleminderit. Pra, shikos dashur po e shihni edhe tryezën e mbushur plot këtu tek Oda e Hasanbeut, po besoj që sot pas kemi me ushkëri, me krejt këto ushqime kaq të mrekullueshme, po besoj që e kanë edhe shijen e mirë shumë. Patjetër. A mundesh më na tregu pak se çfarë menyje keni këtu tek Oda e Hasanbeut? A ndryshon sipas tinëve apo e keni gjithmonë? Po, ndryshon sipas tinëve, po në thelb është ushqim tradicional që kanë gatuar gjyshet tona më përpara. A mundesh më na tregu pak se çka kemi këtu tash për gjithë shikuesit? Kemi byrek, kemi fli, si i thoni ju, jam malësia, byrek të ndryshëm me mish, me këto, turshit i bëjmë vetë, djathi i deles po ashtu që i bëjmë edhe vetë. Zojt i kemi të ndryshëm me jufka, me oris. E cili është ushqimi preferuar. I preferuar që gjithë vizitorët vinë. Po tani për neve gjithë preferuara në duke se ndërsa ecin. Po të gjitha po thoj se janë preferuara. Po ndonjë pjat që të gjithë vizitorët e kërkojnë sa herë të vinë këtu? Po më specifike ndoshta. Më specifike. Ndoshta janë këto jufkat me zojt janë më shumë. Zojt me tava të ndryshme, jo jufka po me oris. Gjitha po thoj se ecë. Po, na tregove më herët që keni edhe bujtina. Sa bujtina keni gjithsej? Fjetje. Po. Po, kemi 4 dhoma, që janë për qift, edhe për ndonjë fëmijë të vogël. Po, aktivitetet të tjera të cilët vizitorët që po e shohin edhe emisionin mund të gjejnë këtu? Aktivitetet të mund të shkojmë në Xhiron Vjos, të shohim lumin e Vjos, se kemi afër të 1 kilometër nga lokali. Edhe mund të shkojmë të vizitojmë, si shkojmë të tjera domethënë. Pastaj kemi kala gjëra që janë afër. Po. E shikoj dashur po patjetër që kam provu diçka, ndoshta kisha dashur me. Do provoj se orari është i drekës. Po patjetër. Kisha dashur ndoshta me provu edhe këtë djathën që cilin e bëni vetë. Patjetër. Pa ka produkte të tjera të cilat ju i bëni vetë. Perimet i bëjmë vetë, po këto i marrim nga zona, nga fshatarët të përreth, si qumshin, si këto perimet, zojt po ashtu, jam fshati.
Shumica e ushqimeve këtu janë bio. Po s'temi 100%, por shumë 90% i kemi prodhora në vend. Po për gjithë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion, pse duhet vinë tek Oda e Hasan Beut? Po të provojnë ushqimet shqiptare tradicionale. Pastaj ne kemi edhe nga provoja kaqvjeçare që disa udhëtar miq tashmë nga Kosova, kur kalonin që shkonin në Saran, e kishin si shprehje që u flisin me njëri tjetri, thoshin ke shkuar në Shqipëri? Po, ke shkuar te Oda? Jo, e po s'ke qenë në Shqipëri. Po. Na e ka treguar ata, këtë gjë se kemi nxjerr neve. Unë gjithashtu thashë edhe të gjithë shikuesve më herët që të gjithë ata që marrin rrugë për në Sarand ose kalojnë këtej patjetër duhet të ndalen sepse me të vërtet mund të qetësoheni, ndoshta të rimbushni ato bateritë që keni pas nevojë edhe të niseni të merrni rrugën për në Sarand. Duhet patjetër të ndaleni. Lidhjen me Kosovën neve kemi edhe nga themeli, se edhe ndërtimin e kanë bërë firma nga Kosova, nga Gjakova. Nga Gjakova. Jo, është për vërtet, është për vërtet, si që shpjegova më parë. Pastaj ne kemi edhe nipin Dardan, çunin e ka Marbri. Ne jemi tradicional shqiptar, nuk kemi. Po, për çka është më e rëndësishme për ju, cilat ndoshta kanë qenë ato komentet që i keni marrë nga të huajt, po besoj që ka edhe vizitorë shumë të huaj, apo jo? Patjetër, se ne jemi në rrugë këtu nacionale detyrimisht ka shumë të huaj. Të gjithë kanë ngelë të kënaqur nga tradita shqiptare, nga ushqimet. Diçka që ndoshta e kishe veçu, e mban mend. Nuk e mbaj mend, ne gjithë e kemi të mira, nuk mund ta veçoj. E shikues dashur, kjo ishte edhe kjo intervistë tek Oda e Hasan Beut. Ju tregova edhe më herët, ju thash që duhet patjetër të vini të shihoni ushqimin e shijshëm, natyrën, por edhe gjithçka tjetër këtu. Ndoshta të bëni edhe një ecje deri tek lumi i Vjosës. Patjetër se afër është. Dhe do të shijoj. Ndoshta nëse ke diçka më shtu për fund për gjithë shikuesit. Jeni të mirëpritur, të gjithë, do ngeleni të kënaqur. Faleminderit edhe juve që më zgjodhët neve përsëri, më thash. Dhe mund t'i provoni dhe këto ushqimet me që u lodhët, edhe dreka është Po shijojmë edhe ne, faleminderit shumë. Faleminderit. Kjo bukë e shtëpisë. Ai është kulaçi që prapë edhe njifet, kush kulaç, kush kalon a kulaçin, ato e kanë gjithë. Që fillojnë me kulaç. Me kamer. Shikues të dashur, tashmë është koha të tregoj për ETC-n. Të gjitha produktet në Pasion e Profesion i marrim tek ETC dhe gjithashtu edhe ju mund të nxitoni dhe të shkoni të merrni të gjitha produktet që ju duhen për në shtëpitë e juaja, sepse mund t'i merrni ato me çmime shumë të volitshme, por dhe gjeni të gjitha gjërat që ju duhen. Trink? Gati. Gati. Jem të bo përgatitjet. Trink, po përveç, pak ma herët ti ke përgatit edhe një recetë të ëmbël, që do e ndjekim vetëm pas pak, po me të pyet fillimisht, mes ushqimeve të njenjta dhe ëmbëlsirave, ku e gjem vetën më shumë? Në mes, edhe të ëmbla edhe të njenjta. Kryesisht i preferoj në të dy anët, kështu që janë më të shpejta. Më të shpejta. Të e pa dinamikën që e kemi tash. Preferoj të shpejtat. Ushqimi i preferum që ti kisha mas shumë ti me përgatit, ose ëmbëlsira e preferume. Kemi pa shumë ëmbëlsira në Pasion e Profesion, ku edhe po pëlqejnë shumë nga të gjithë, sepse janë më të vërtet edhe të lehta, por edhe të shishme, sepse ne i kemi provu edhe më herët. Cila është ma me qef që e përgatit ti? Ma me qef që e përgatis është banoffee pie. Më pëlqen, është e veçantë. Po më pëlqen që edhe shikues po i pëlqejnë recetat, është diçka e re edhe për mu, kështu që nga pjesa e të njenjtave, këto detet i bëj më shpesh, më me qef, se edhe ato i hanë në shtëpi
fëmijët edhe bashkëshorti, posaçërisht. Me zip po pres me provu këtë recetë. Shohim ç'është po del. Po më duket që po ka me dalë mirë diçka. Qikituan, Shëndetje. çka i të bo? Kumbulla e shkarpaqo. Po më duket si rengen. Qaq halë ka prej. Jo mundesh një me kap kështë me tregu. E në mashinë. E qëtu qka ki vendos? Qëtu është një salce patates të ëmbël. Okej. Do me thënë duesh me lonë qashtu, a? Jo, duhet diçka me A, qëta me ose në qi. mbulu, okej. Që unë e kam zgjedhjen për ty, me një are. Thank you. Brendi që na ka lecu jetën plotësisht kështu në kuzhinë, është Topit, ku për një të gjitha gjërat që dëshironi me i rujt për nesër, ose sot për sot, ose keni nevoj me marinu diçka, atëherë Topit ja u mundëson, që ke po ndoket e madhe, ha? Kemi një madhe vogël. Shumë janë të mira. Unë në shpe, nuk muj me najtë mu pa brendin Topit. Ata, një majon, qështu? Edhe që sa letë përdorët. Shumë e thjeshtë edhe e letë. E tash është koha që mos me pa tringën të përgatitur këtu në studio. Po me në studio keni me pa, po kjo ka qenë gjysore ma herët. Edhe mi ju tregu për lent. Tringa e ka përgatit një recet shumë të shishme me rastin e festës së fëmijëve të një qershorit. Edhe ju të gjitha nënat që dëshironi me festu pak më ndryshe me një ëmbëlsirë, mundeni me pa këtë recet, sepse me të vërtet Tringa gjithmonë çdo epizod na lën pa fjalë me çfarë receta të shishme të ëmbla i përgatit, por gjithashtu t'ju tregoj edhe për lent, çokoladat e shishme të cilat i kemi këtu në studio, që nuk bën me qëndru pa to as pak në shtëpitë e juaja. Unë për vete, normalisht që nuk rri pa to, po besoj që edhe Tringa tash nuk rri pa to, apo jo Tringa? Jo, tash që mësu. Tash vetëm me lent. Por gjithashtu po du me ju tregu edhe për çokoladat e shëndetshme, të cilat janë me përqindje të madhe të kakaos. Pra e kemi me 99% kakao, 85% kakao dhe me 70% kakao. Vazhdoj me ndjeki materialin që e ka përgatit Tringa atë mbëlsirë, se po du me pa edhe vetë. Edhe një herë që me mësu kështu mirë dhe me përgatit e dhore në shpe. Përshëndetje, mirë se po takohemi në rubrikën Tringëllishës. Me që nesër është një qershori dita e fëmijëve, do të përgatis një akullore e cila përgatitet shumë lehtë. Përbërësit që na duhen për akullore në shtëpis janë biskotat, 500 ml krem pana, një kanaqe qumësht të kondenzuar, ananas dhe 100 gram sheqer. Po filloj me përgatitjen e kremit, së pari kremin pana e rahim me mikser. Kremi e ka marrë formën e duhur, tani do t'ja shtoj qumshtin e kondenzuar. Do t'ja hedhi gjithë kanaqen. Pjesa kremit ka përfundu, tani do t'filloj me ananasin, me prerjen e ananasit, për ta kriju një krem në formë të reçelit për t'ja hedhë sipër akullorës. Pjesën e fortë ja largoj. Njëjtë edhe me pjesën tjetër të ananasit. Ja largojmë edhe lëvorën.
Dhe kështu me gjithë pjesë të ananasit veprojmë. Pasi ta pastrojmë ananasin, e prejmë në kube të vogla dhe e kavordisim në tigan. Vazhdojmë kështu me të gjithë ananasin. Në tigan e hedhim sheqerin për të shkrirë dhe pastaj ja vendosim ananasin sipër, në mënyrë që të bëhet forma si e reçelit. Prishsim sa të shkrihet i gjithë sheqeri dhe ja hedhim ananasin. Ja vendosim ananasin. E përzijem për pak minuta derisa të zbutet. Ananasi është zbutur dhe kalojmë këtë enën dhe e bluajmë e bëm si pure. Ananasi e ka marrë formën e pures dhe tani vazhdojmë, vendosim në këtë enë, e bëjmë bashkë kremin e bardhë. I hedhim pak biskota duke i shtyp. I përzijem pak. Dhe sipër i hedhim puren e ananasit. Dhe me ndihmën e kësaj lugës e përzijmë kështu. Nëse fëmijët tuaj kanë ndonjë frut tjetër preferuar, mund ta bëni edhe me fruta të tjerë. E vendosim në ngrirje për 4 orë dhe pastaj është gati. Akullorja është gati, është ngrirë dhe tani po vazhdoj me servirjen. Sipër i hedhim kan, pak ananas të freskët për dekor. Kjo ishte akullorja për sot, urime një qershore dhe shihemi në edicionin tjetër. E shikues të dashur, po besoj që po ja u merr mendja kë mund ta kem këtu në studion e Pasion e Profesion mysafir. Është nder dhe kënaqësi ti kem këtu. S'po ja u prezantoj një herë, po du me ndez këtë Vespa. Po e provoj. Është kënaqësi shumë e madhe që ti kem në studion e Pasion e Profesion Vespa Fanatics Prishtina, të cilët i bashkon dashuria për Vespën, udhëtimi, por edhe aventurat e shumta. E unë, po i mirëpres këtu në studio, mysafirët e mi dashur që mund të vinë. Është kënaqësi shumë e madhe ti kem këtu, ndoshta me ndalu në këtë. A dita për fillim? Po, mirë shumë. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm. Është kënaqësi shumë e madhe t'ju kem këtu dhe që na keni sjellë këtë atmosferë më ndryshe këtu në studion e Pasionit, Pasion e Profesion, gjithashtu edhe Vespat kaq të bukura këtu në studio. Me lërjani t'ju prezentoj fillimisht, këtu bashkë me mua në studion e Pasion e Profesion janë Enis Berkolli, i cili është president i klubit, Veton Gjelili, Leutrim Istogu, Shqipe Berkolli, Rezona Ajvazi dhe Valmira Qitaku. Mirë se keni ardhur edhe një herë. Mirë se u gjetëm. A keni pritu me i sjellë Vespa në studio? Jo, sidomos studion e ju, pasi që gjithmonë e kena pas për krajën e Klan Kosovës, edhe në eventet tona brenda vendit, po edhe jashtë vendit, do të jem lidh direkt, na kanë përkrahur gjithmonë si studio. Edhe tjerat media, po hapësinë mas shumë të na ka jep Klan Kosova.
E mirë se keni ardhur pra edhe një herë. Po ndoshta më na tregu fillimisht ju zot Rjenis, si ka nisur historia e Vespa Fanatics Prishtina, por gjithashtu edhe kush ishte ideja e parë për krijimin e këtij klubi kaq të mirë, kaq interesant, kaq fantastik. Fillimisht me Vespa kem pas shumë moti. Pejt 96-ës vozitëm Vespa. Shumica për këtyne janë vespistat vjetër. Në 2023 qershor jena të bu një natë, të pi kafe dhe të mendu pse se bojna edhe na një klub të Vespave. Kem fillu mas një javë ditë e kemi majtë do të mbledhjen e parë. Ku mas 2 muje e kena pas festivalin e parë, i cili ka qenë Central Park, e kem fillu si shoqëni, paka shumë, po kanë marrë pjesë 170 veta. Ka pas të Kosovës edhe të rajoni. E pas këtë marrë dhe hovin shumë shpejt. Po, shumë shpejt. A ka adhurues kaq të mëdhej të Vespave në Prishtinë? Po mund të them edhe në Kosovë. Prishtina, po, gjithsej jemi 5 klube. Fatmirësisht edhe Gjakova ashtu e hap klubin e vet. Gjithsej vespista që janë të antarësuar në për klube sillen afër 500-ve në Kosovë. Kurse vetëm Zeroni me targa që janë të regjistruar në komunën e Prishtinës dhe në rrethin, janë dikon 1200 Vespa të regjistruar. Po sa bashkëpunoni tashmë me klubet e tjera, në vendet e tjera? Tash për këtij viti jam president edhe i Vespa Klub Kosovës, edhe kena në menaxhim gjitha klubet e Kosovës. Kem bashkëpunim shumë të mirë për krajin edhe tyne. Zakonisht këto bëhen për evente kur jem jashtë vendit që shkoj, marrëm pjesë, do të me pas i cili përfaqësuesin e tyne. Për ndryshe edhe eventet këtu në Kosovë, vizitojna, shkojna tek Vespa Klub Peja, Prizreni, Rahoveci, Gjilani, non-stop vinte na, është një kënaqësi. Do të thotë, krejt çka është me cekë Vespa na ka lidhë, na ka bo shoqëni me të gjitha antarët e Kosovës. Po çka e bën Vespën më të veçantë ndoshta se motocikletat e tjera? Vespa si Vespa është shumë e veçantë, zakonisht edhe shumë është e përshtatshme për gjinin femnore. Është kjo pjesa për ulësi është e mirë. Do të thotë kom ku i vendos, mundet më vozit me funda, me gjana ndryshme, e ka xhamin përpara që e pret frymën. Ka bagazh të mjaftueshëm, 2 vena nën ulse edhe bagazhin mrapa. Na Vespën pej 360 ditëve që të vitit do të e vozitëm, nashta 20 ditë nuk e vozitëm. Do të edhe dimrit e përdorëm. I ka pajisjet është qebja, frynë zete, kont, dorza ato shumë praktike, e sigurt. Na pa Vespë nuk mujna me egzistu të llogarit komunikacionin i cili është në Prishtinë shumë i ngarkum. Kurse me Vespa për 5 minuta e ku dush në qytet. E këtu doja të dilja, ndoshta me ju pyet se a është Vespa edhe vetëm për mjet transporti apo tashmë është edhe mënyrë jetese për juve? Për neve është mënyrë jetese, por gjithsesi edhe mjet transporti. Po kush për juve ndoshta e kujton udhtimin e parë me Vespa edhe si ka qenë ajo eksperienca e parë, udhtimi i parë me Vespa? Ka shumë. Dikun ndoshta ndonjë udhtim më i largët. Për 3 vite dikun i kemë 29 udhtime zyrtare që janë jashtë vendit të Kosovës. Që ke marrë pjesë të llogarit gjitha shtetet e Ballkanit, shumicën e pjesës të Evropës, Kroaci, Greqi, deri në Itali. Vitin që shkoj kem qenë prezent edhe në gjënë Spanjës. Po sa shpesh organizoni kësi lloj udhtimi? Na e kena çdo vikend. Çdo vikend dolëm, takohemi me pi kafe, një rrutë shkurt, kthehemi prapë. Po rrugtimet që janë pak ma gjata na marrin kohë, pak ma shumë do të më pregadit gjithë antartë, mi po a janë gjithë pajisur me patent shofer, me gjana që na duhen, edhe vazhdojmë pak ma larg. E cili ka qenë ndoshta udhtimi që ju ka lënë më shumë për shtypje juve edhe udhtimi më i bukur që keni shku së bashku? Udhtimi më i bukur ka qenë në Podgora, kur kem qenë në Podgora në Kroaci, i kem bërë diku 1650 km, kem marrë pjesë 20 antarë të klubit tonë, o konë vlenë cekët që ka zgjatë do të 8 orë rrugtim vetëm na përshi kem udhtu. Pa ju ka ndodhur ndonjëherë ndonjë situatë? Kena pas edhe situata, kena pas një me profën, e tregojmë ma vonë, për ndryshe jo se i mirëmbajmë Vespat mirë, edhe para çdo rruge i bojmë kontrollet e nevojshme, çka i dim çka mundet më prish, nuk kem të lashe me të. Po çfarë reagime merrni ndoshta prej njerëzve kur ju shohin si grup të gjithë me Vespa? Ka shumë, cilët kanë ble Vespa, kanë dëshirë mu antarësu, po na i kem pak do kushte. Pikë pare është patent shoferi me pas, tani janë tjera që shkojnë. Kryesori është patent shoferi, edhe mu konë djali mirë ose vajzë mirë, se jem na familje e Vespa. Do të dalëm gjithë, kjo është bashkëshortja jem, e falenderoj shumë,
se më ka përkrahur gjithmonë për udhëtime, ka jena konë bashkë, janë edhe antarët femna të klubit tjera, kështu që na jem pak ma një familje, jo shoqëni, po jem familje. Po sa punë dhe organizim kërkon ndoshta me na tregu pak për eventin të cilin na përmendë dhe më herët, Vespa Festival Prishtina? Kërkon angazhim shumë të madh të pas parasysh se është sport i ri në Kosovë. Nuk është i ri, po këto festivalet është i katërti që organizojmë në tash. Edhe menaxhimi, edhe çdo sen lypet punë, po fal antarëve do të thotë çdo sen kryhet vullnetarisht. Problemi ka qenë mbështetjes, kemi pas mjaftueshme për shtetit. Në këtë vitin e fundit na ka përkrahur Ministria e Kulturës Sportit, si dhe kryetari i komunës Zotri Përparim Rama, i cili na ka leju hapësinën në shesh edhe binën në do gjana ndryshme. Për ndryshë është kosto shumë e madhe e festivalit. Vlen cekët që në festival tonin në vitin që shkoj kanë marrë pjesë dikon 70% ka pas njerëz prej Evropës. Do të thotë ka dhezë Vespën, i ka bo 2000 km dhe konë prezent. Tu e vlerësuna këto, punën e festivalit e vlerësojnë shumë edhe kemi vendosë me bo gjithmonë qendër Prishtinës, arsyeja kryesore është që e kemi rritë edhe turizmin. Të thotë, ato ditë ka pas çdo bujtin, çdo vend, çdo hotel ju kanë të rezervuar. Ata njerëz që kanë ardhur festival ton kanë vazhduar edhe 3-4 ditë qëndrimin në Prishtinë, kështu që kanë shpenzuar pare në restorane, në gastronomi dhe në vende të ndryshme. Kisha bë apel institucioneve, gjitha institucioneve të Kosovës me na përkrah pak më shumë, se kemi rri me punën e vespizmit, i kemi qelë do të thotë rrugën krejt Evropën, vlen cekët vitin që shkoj kemi marrë pjesë në Gjion të Spanjës. Është vizita ma historike e jonja si klub që kena marrë pjesë, tu e pas parasysh që Spanja si shtet nuk na ka njoft, edhe aty për herë të parë u prezentu flamuri i Republikës të Kosovës. Do thotë, flamuri jonë ka qenë edhe Greqia që nuk na ka njoft si shtet, po flamurin e kena quna si Vespa Fanatics Prishtina për herë të parë. Në festival të Spanjës ka qëndru 2 ditë i lidhur në hymjet festivalit, ka qenë festivali më i madh në botë që organizohet për Vespa World Clubit, edhe është një send ku kanë marrë pjesë 16.000 vespist pej krejt botës, kanë bërë foto ndryshme, kanë pyet për flamur. Kryesisht në këto festivalet e maja lodhëm shumë, se na bjen me spjegu, me fol për vendin tonë. Hale llogaritet si vendi luftës, do të më mirë zakonisht festivale ndërkombëtare takomi dikun e 300 ose 400 klubet ndryshme të Evropës. Do të më spjegu tash që në Kosovë është liri, mujnë marrë me vizitu, nuk ka të lashe, po ka shumë tri. Veç kanë fillu në këtë vetë, kanë marrë pjesë edhe në festival, po edhe ashtë festivalit, do të çdo javë gati kemi italian prezent, cilë vinë, na vizitojnë neve këto direkt falë bashkëpunimet që i kina lidhë më herët. Po, ndoshta na tregojmë pak edhe Leutrimi dhe zotrive tanë, pak më shumë se si po e shin edhe këtë rritjen dhe dashurinë që ka fillu edhe tek të rinjët, por edhe tek pjesëtarët e tjerë, tek qytetarët e tjerë për Vespën. Por gjithashtu, ndoshta zotrive tanë na tregon edhe atë pjesën e atij rastit, situatës ju ka ndodhur gjatë udhëtimit me Vespa. Besoj që kohët fundit na si klub jemi konë shumë të zashëm edhe me bo më të madhe prezencën e Vespa në Prishtinë. Besoj jemi model për motorist në qytet me helmeta, edhe po fatmirësisht prodhuesi Piaggio e ka bu më të lehtë që edhe gjimia femërore me konë vozitse është shkaku që është më i përshtatshëm, është i prodhuar në atë mënyrë edhe për femra dhe për mashkuj, edhe jo ishte na, po njihet si motor familjar. Unë personalisht pyetja më herët është veç vozitje, është definitivisht stil jetese, është jetesë, është sen i përditshëm te na. Peshin edhe vetëm këto janë vetëm 2 anëtare, numrojmë më shumë se 30 vespiste të antarësuar në klubin tonë, që janë nana, janë kolege, janë motra, dikoj na duan, na vishien familje. Po si sheftu ndoshta të gjitha ato vajzat, por edhe djemt që të bëhen pjesë e klubit, por edhe të vazhdojnë të vozitin Vespa? Besoj si klub jemi kogja të zëshëm edhe jemi të qasshëm edhe rrjetet sociale, edhe fatmirësisht kemi pas edhe përkrahjen nëpër media, ma njerëzit vishka mujt me na pa,
jo veç në për media, po në rrugët të Prishtinës, në ditë sotit dhe në veç shtu gjdo vit, edhe tek ne si klub kemi gjdo ditë kërkesa për antarësim, jo veç femnat, po edhe mashkujt, kushdo që posedon një vesp, ne jemi strikt për atë arsye edhe quhemi Vespa Fanatics Prishtina, i ftojmë gjithë që e ka një vesp, dhe të pajisen me leje përkatëse, edhe mundë me antarësu, na jemi familje, jem njerëz tjesht, shumica punojmë gjatë ditës, mënami e kemi diçka që largohemi për rutinës. Ndashtë edhe profa mundet me të regu pak ma shumë, po kjo është ideja jam për ftesë për vespista të ri. Po, që përmeni lutrimit edhe ma herët kryetari, ne si Vespa Fanatics Prishtina si klub i kemi hartu një regulore, ku aty kemi të parapa me kriterit edhe regullat që duhet se cili vespist ose vespiste me i plotësu në mënyrë që me o antarësu. E kemi një mënyrë shumë demokratike të votimit të antarëve të ri, zakonisht të rekomandojmë ose i propozojmë antarë të ri për antarësim dhe mandej bashkarisht antarët ekzistus votojnë edhe pranojnë antarë të ri në kuadër të klubit. Mandej momentin që antarësohen antarët, pajtojnë që do t'i zbatojnë, do të respektojnë regullat dhe kriterit që i kemi ne si klub. Për dirisa për këto udhëtimet... Nuk qenë ka edhe shumë e thjeshtë. Nuk është edhe shumë e thjeshtë, po, është e vërtet. Krejt është transparent, shumë është demokratike, por kemi vendosë si klub, kemi votu do të në kuadër të kryesisë, e kemi miratu regulorën edhe në basta së regulore janë para pa me kriteret edhe regullat, në basta ty në regullat e mandej bëhet edhe realizohet antarësimi. Të shta kjo pyetje për vajza, si është të jesh pjesë një klubi ku shumë shpesh në ndodhë, sidomos në Kosovë, që të perceptohet si një hobi i djemve? Atëherë, atëherë që si e të sekën edhe para folësit, automjeti Vespës ta mundëson ty një vozitje ma komode dhe ma të rehatshme për shkak edhe formës cilën e ka. Besoj që nashta para 5-6 vjeti shkon problem nëse një femën e kish kap një motor edhe kish dalë në rrugë edhe krejt njerëzit e kishin këshyr me atë shikimin që qka bo. Qka ndodhe. Sot jo, edhe besoj shumë që duhet me hjek pak këtë pjesën para gjykime qysh femna, se nuk është diçka që ekziston, të paktën te unë. A keni hasju në paragjykimet të tilla? Jo, tash nëse një person të shikon me habi, jo domosdoshmërisht duhet me gjyku si paragjykim. Thjesht është vlerësim për kundrazi, unë për veti po flas se cili njeri që më ka thonë bravo për guximin, shumë mirë, edhe shumë mirë që edhe ke gjetë motorin adekuat, se qyshet se ke edhe nisi në Prishtinë, ku jetojnë ana dhe është shumë problem të me vetur ose me diçka një automja tjetër me pas zgjidhje që ka shumë se sa me vesp. Është praktik, është komod, i ka gjitha gjana, do me thonë të mund është me shku me blejt diçka edhe din sigur që e ki venin aty. Po saj përket paragjykimeve jo, përbes jo, kanë bile për kundrazi, kur të ka pa dhe me një vesp, e ka di që okej, në regull e ki për jetes, për praktik, edhe se që tha dhe trime dhe nisi që është njëre jetesës tane, edhe jo, për paragjykime jo. Po qka ju ka shtyr juve që ta doni vespën më shumë? Fillimisht, motra ime, Flanza, ka vozit vespa që 3 vitet e fundit, edhe në fillim ne kemi qenë pak kritike ndaj saj, të marrë parasysh komunikacionin Prishtinë dhe kulturën që ende na mungon për të respektu edhe pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion. Por me kalimin e kohës, kam marrë zemër edhe unë, edhe kam vendos me pas edhe unë vespa, edhe jam shumë e lumtur që jam pjesë e klubin ratë parë edhe si vozitje e vespës gjithashtu, sepse me të vërtet është një mjet që në ditë të sotme të shpëton kohën, edhe po besoj që nuk bëm pa sa mu, sidomos për juve. Jo, do të tash personalisht me vozit vetur është mundim, është lodhje, është përtes, kështu që me vespa kudo
jam e gatshme me vazhdu. Nështë ju pes juve vajzave se kush është më i sigurti, kështu më i kujdesshmi në grup, në klub, dhe kush është ai shpirti i atmosferës për këto udhëtime që i bëni zakonisht? Fatmirësisht gjithë anëtarët e klubit janë shumë të mirë. Ne së fundmi kemi bën një udhëtim për Durrës, ku kemi marrë pjesë në festivalin e organizuar nga një klub Epidam që quhet në Durrës. Do të thotë kemi marrë pjesë edhe ne. Gjatë të rrugës, gjithë anëtarët e klubit kanë qenë shumë jashtëzakonisht kujdesshëm për neve gjininë femërore sidomos. Do të thotë të në kohën na kanë përcjell nga afër, jemi ndalë rrugës, kemi pi kafe, kemi bë muhabet, hajgare, dhe krejt udhëtimi ka qenë i jashtëzakonshëm. Do të thotë jam shumë e lumtur që kam mujtë me marrë pjesë edhe unë. Po në këto udhëtimet e gjata, cilat janë komentet e familjarëve që i merrni? Tash zakonisht ju bën njëjtë, në fillim ka qenë pak probleme. Tash vi që tregojnë api cila data nuk jem edhe jam pajtu me udhëtimet tona. Po nëse e kishit përshkru klubin me 3 fjalë? Të kujdesshëm, bashkëpunues dhe shumë fan. E krejt për fund, çfarë mesazhi do ju jepnit të gjitha atyre që nuk janë në djeni, nuk i din të gjitha detajet e Vespave, dhe gjithashtu me na tregu se cili është destinacioni i radhës nëse bën këto? Tash të kemi Belgjikën, është organizimi më i madh i Evropës, Vespa Klub Evropa e organizon, European Vespis Week. Kena me marrë pjesë 3 veta, unë, Shqipja dhe Lotrimi. Të e llogarit që festivalet ndërkombëtare kanë kostën e madhe. Si të kishmi pas buxhet më të madh, kishim shku krejt anëtarët. Po kështu që po do të më reduktu pak e më shku më pak, në Belgjikë kena me marrë pjesë, edhe është festivali më i madh i Vespa World Days që organizohet në Roma, edhe aty kemi me qenë prezent. Po besoj që mund të ketë ndonjë bashkëpunim në të ardhmen edhe me Belgjikën, me festivalin atje dhe me festivalet e tjera ku merrni pjesë. I kemi krejt meq, gjitha presidentat e botës i kemi meq. Kemi përkrajën direkt pej Pjagjis, kemi përkrajën pej presidentit botës, e kemi mik shumë të mirë, e kemi rri që shtojnë me një fjallë na thujnë amurin. Ska ku shkon ma shumë që kena më rri si klub me Vespa në përbotë. Diçka për fund, nëse të shirani me shtu diçka? Unë vetëm dua t'i inkurajoj, sidomos gjininë femërore që të vozisin Vespa në këtë rast, sepse me të vërtet është mjet që të kënaq, të kursen kohë dhe është shumë efikas. Faleminderit shumë që ishte pjesë e Pasion e Profesion, ishte kënaqësi shumë e madhe, gjithashtu na keni sjellë këtu një eksperiencë më ndryshe se që kemi pas herave të tjera. Një cekët që tash në shtator e kemi festivalin prap, ku ka mu kanë festivali pej më të mirëve që kemi organizu deri tash, të e pas parasysh që kemi përkraje pej gjithë vespisëve anë mbanë Evropës, ka më pas pjesë hale ma shumë, pritet dikun 1500 veta me marrë pjesë festivalin tonë i cili do të marrë shtator. E ne do të vim, ne do jemi atje si ekipe Pasion e Profesion. Faleminderit shumë edhe një herë që ishit pjesë e këtij emisioni. Faleminderit për hapësinën që na dhe gjithashtu po besoj që jeni shumë të rritur. Apo jo? Faleminderit shumë. Unë juftoj që të shihoni edhe pjatat e përgatitura nga Leotrimi dhe nga Tringa. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Diridoni, më fal. Se Leotrimin e kemi këtu në Tryezë. Ju bëf mirë. Faleminderit. Shikues dashur, po më duket që unë pastaj me marrë shumë shpejt një Vespa. Dua të falenderoj shumë Vespa Fanatics Prishtina që ishin pjesë e Pasion e Profesion dhe gjithashtu na sollën këto Vespa kaq të bukura këtu dhe na treguan më shumë rreth Vespave dhe rreth historisë si u krijua ky klub. Dhe dua të falenderoj patjetër Liridonin, i cili ishte gjithmonë i gatshëm që të jetë pjesë e Pasion e Profesion. Faleminderit Liridon. Dhe gjithashtu dua të falenderoj Tringalicious, Tringa Shabani Berisha, e cila ishte pjesë e Pasion e Profesion. Tringa, faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi e madhe të kemi edhe këto. Ishte kënaqësi e ime. E shikues dashur, mos harroni të ndisni recetat edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Pasion e Profesion, por gjithashtu mos harroni të na ndisni edhe të dielën tjetër nga ora 18. Mirupafshim.
Ky emision mundësohet nga Podravka.